Rikthehemi live këtu nga Fieri me kryetarin e Partisë Socialiste zotin Edi Rama. Zoti kryeministër, pak ka qenë një fushat përgjithsisht e qetë, duke mos futur kërcënimet që kanë ardhur nga kolegu juaj deputet Tomor Alizoti. Ludoviku. Referohesh atij filmit, vendimit, ë? Vendimi është ti qa filmi, po ishte një Ludovik atje që është komplet si ky me ato flokës. Karafil komplet. E ke koleg, nuk mund të flasësh me këtë gjë. Qa gjë? Jo, s'ka mund e gjë për të, ai mua më argëton, është personazh. Më duket realisht se i dal nga një film i Kino Studios në jetën tonë të përditshme, unë nuk kam asnjë probleme të është personazh. Megjithatë ju quajti kryeministri që ka dalë lagurish rrugëve të Parisit dhe kryetari gjysmoping. Shikon, se ka atë pra që bën si aristokrat. Është figurë. Xhaketa me vizë. Është komplet. Po ai pra me xhaketë me kuadrata që lexon gazetën Tomori. Sot pati, duhet të jem serioz. Sot pati një incident të rëndë me një kandidat një prej partive të reja në Saran. Ai u kap nga policia me drogë, por ka shumë akuza edhe nga Shqipëria bëhet që thonë kjo është diçka që u inskenua ndaj këtij kandidati në Saran. U inskenua? Nuk e di, s'kam marrë informacion konkretisht, por ideja që në një realitet konkret, në jetën reale të një vendi mund të krijohen forca angjëllore, të cilat do të sjellin pastërtinë e madhe dhe do të bëjnë çlirimin e madh, është një ide që kudo ku është eksperimentuar ka prodhuar një moment mbështetje, po nga mbrapa ka sjell vetëm qesharakzim të vetë subjekteve të kësaj natyre, edhe aty ku pastaj kanë pasur mundësi të fusin duar dhe hundët edhe në punët e qeverisë kanë bërë dëme të mëdha. Kështu që megjithatë janë të paktën nga sondazhet, dhe tu po i fus gjitha sondazhet dhe ato që kurse për sa i përket kësaj historisë që thoni ju, unë nuk hyj tek ata që nëse dikush nga një parti e caktuar kapet në një gabim ose në një faj, kjo e fajson partinë. Unë hyj tek ata që thonë dhe besojnë që mënyra si reagon përcakton staturën e një partie, dhe kur partia pastaj thotë që ky është inskenim, kjo është e krijuar etj, pastaj tregon që ka staturën. Megjithatë ajo statura nuk duket aq e ulët, po ti referohesh sondazhe. Po puna tyre s'ka unë asnjë. Jo, ideja është realiteti i ri parlamentar mund të jetë pak më shumë ngjyrë se sa ai më parë. Po tashi edhe kënet fare në një krah shkonte fare punë. Pra ju e pëlqeni idenë që po futen parti të reja në parlament? E vendos. Dhe cili mund të jetë raporti juaj me ta? E vendos populli dhe është i respektuar kushdo që vjen atje, përveç kënetës kuptohet, për cilën nuk mund të kem asnjë respekt. Tani, pyetja ime është kjo, ju duket që po shkoni drejt një mazhorancë që mund të afrohet 80 mandateve. Të paktën po të shohësh bësh një mesatare të gjithë sondazheve dhe me njerëz që merren me sondazhe janë folë, duhet që ti shkon diku këtë 10 të paktën mbas sondazheve. Dhe ndërkohë partitë e reja mund të Në Kuç nesër e kemi këtë. Në Kuç e ke? Nesër është? Nesër do shkoni në Kuç? E ke bërë llogarin? Si del? Ja, në Kuç si del për çfarë? Dhe lesh Kuçit ekskluzivitetin, a? Kuçi ka ekskluzivitetin. Megjithatë pyetja ime është, nëse realiteti i ri temi parlamentar ofron një grup partish të reja, që unë preferoj të quajmë parti të reja, cilat mund ta sfidojnë ato që ju e quani rolin sekondar të kënetës në një jetën parlamentare të vendit kur vjen puna për këneta. Ju kë do zgjidhni nga këto dy grupe? Do zgjidhni numrin 2 zyrtar apo do i referoheni, do shtrini dorën ndaj këtyre partive të tjera? Unë mendoj që këneta e ka fatin të shkruar. Rikthimi i bufit në krye u duk gabimisht për shumë kënd si ringjallja e madhe, po në fakt është kënga e fundit
se s'tem do të mjellmës, po kënga e fundit e Bufit që përkon edhe me fundin e kënetës. Mbas Bufit, këneta do të shkojë në një proces komplet shkërmoqje, se nuk kam asnjë mundësi që t'i mbijetoj gjithë degradimit që i ka hyrë brenda dhe kalbëzimit që ka si organizëm. Pra, ju mendoni që do keni softshim Partisë Demokratike? Ta imaginosh për një moment kënetën pa Bufin, do të thënë ke një mozaik të jashtëzakonshëm. Ka elemente nga Luciano Fake Pavarotti, ke Gazi Botës, ke Ludoviku i Beratit dhe pastaj Elbasanit, tek ky tjetri që s'del fare as Gjukundi. Do të thënë është kënet, është tamam kënet. Pyetja ime ishte ama jo lidhur me kënetën. Pra, nëse krijohet një realitet i ri parlamentar, keni një preferencë? Ndoqja logjikën e asaj që do të futja e këtyre figurave të reja në mozaikun e parlamentit është pikërisht boshllëku që ka lënë këneta. Po pra, vërtet. Sepse ne nga ana jonë, ne pjesën tonë edhe teritorin tonë e kemi kultivuar edhe besoj që do ta zgjerojmë në këtë zgjedhje. Ndërkohë që territori tjetër është një territori fragmentuar edhe i coptuar, sepse janë të gjitha ato... Okej, kuptova. Ju do të keni ato italianë që Barato dhe Lashete. Ju do keni mundësi gjithë partnerët politikë të rinë parlament sipas dëshirës tuaj. Nuk kemi ne çfarë zgjedhim partnerët politikë. Ne partner politik kemi popullin shqiptar, kemi shumicën e shqiptarëve dhe partner politik kemi Bashkimin Evropian. Nuk kemi ne çfarë zgjedhim partner këtu, secili do bëj rolin e vet, do bëj punën e vet, do thot ato që ka për të thënë, do shohim rrugës nëse do na bashkohen ndonjëherë rrugët në një moment caktuar për një punë caktuar, nëse s'do na bashkohen, nuk kemi ne asnjë problem. Punë caktuar do të thotë edhe bashkëqeverisje? Cila bashkëqeverisje? Bashkëqeverisje nuk do të thonë bashkëqeveri, bashkëqeverisje. Pra bashkëpunim për momentet caktuara që mund të kërkohet ndihma e forcave të tjera parlamentare. Në çdo moment kur është e mundur të dialogohet, të bisedohet, të bashkëpunohet, ne jemi gjithmonë të gatshëm, por kjo ka qenë e pamundur në pjesën më të madhe të kohës me një kundërshtar që ka qenë më shumë i prirur të tregoj muskujt se sa të tregoj sa mund të ka. Zoti Rama, kryetari i Partisë Socialdemokrate zoti Tom Doshi para pak ditësh për një deklarat, tha Partia Socialdemokrate nuk do bashkëpunojë kurrë me Sali Berishën, ne jemi të gatshëm gjatë gjithë kohës të bashkëpunojmë dhe të bashkojmë votat tona me Partinë Socialiste. Nuk e di, ishte ofertë e njanshme